vetë diagnostifikimi I autizmit është në Autism Disorder Spectrum Syndrome në anglisht, do me thënë spektri çrregullimeve të autizmit. Çka do me thënë kjo? Do me thënë se nuk është vetëm një problem. Fjala spektër do të thotë se është më shumë se një problem. Do me thënë jo vetëm që nuk flejnë natën apo nuk flasin, po janë edhe sjelljet repetitive, janë edhe sjelljet e pazakonshme që ne I shohim, që vijnë direkt si, do me thënë, një kundërthënie e impulseve të trurit, të cilat japin komanda në mënyrë pak më ndryshe se tek njerëzit neurotipik, si që quajmë ndryshe. Do me thënë, këto njerëz neurodiversiv, sot autizmi ka shumë terminologji do kisha thënë shkencore, sa I përket nomenklaturës shkencore, por nuk ka një zgjidhje permanente. Qoftë edhe fjala ASD, që është në anglisht rregullimi I spektrit të sjelljeve autike, ose qoftë edhe një profesor anglez e quan edhe autistic condition, gjendja autike, quhet si ta quajsh, kryesorja është nuk është vetëm një problem. Është problem, do me thënë, multiform, është problem multidimensional, si ta quaj. Nuk është do me thënë vetëm procesi I perceptimit apo I kognicionit, të cilë disa fëmijë më tepër ndodh në moshën e hershme, normalisht prej 0 deri në 18 muaj, prej 18 deri 24 muaj, ne tek foshnja I shohim këto simptome. Simptomatologjia veç më është e njohur, por problemi nuk është një problem I prekshëm fizik, si ta quaj traumatologjik, që një specialist I fushave të ndryshme të mjekësisë do të mund ta përcaktonte. Por është problem multidimensional, që nuk ka një fotografi klinike, po ka një në thojza një fotografi të dukjes fizike, të sjelljes me një fjalë, të fëmijës apo të personit edhe të rriturat. Ajo që dëshpëron sot është se përkundër asaj se raporti deri para 10-15 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë 1/85, momentalisht po bëhet 1/25. Do të thënë çdo 25 fëmijë faktikisht paraqet simptomatik të këtill dhe ka ardhur edhe frikat e prindërit e rinj të çiftet e rija, a të bëjmë fëmijë apo jo, deri në atë mas ka ardhur duke u frikësuar se mos ketë sjellje autike. Po unë kujtoj personalisht edhe këta persona nuk janë shumë më të ndryshëm se personat e tjerë. Për shkak se mund të kenë të tjera aftësi të cilat ne nuk I posedojmë dhe mund të shfrytëzohen në shumë sfera të tjera. Problemi është I ekspertëve të psikologjisë dhe të psikiatrisë që nuk dinë t'i drejtojnë, për shembull, secili fëmijë për çka faktikisht është I aftë.